keni dëgjuar këtë për shembull nga ish asistenti i sekretarit të shtetit James Rubin, dhe ai nuk ka asnjë ditë, asnjë provë se ai personalisht ka kryer ndonjë akt të dhunshëm apo që ka punuar ndonjëherë apo bashkëpunuar me persona të tjerë për të kryer akte të dhunshme të tilla. Ju keni dëgjuar nga dëshmitarë ndërkombëtar të shumtë se Hashim Thaçi nuk dyshohej për përfshirjen e krime lufte, ndërkohë që këto ngjarje po ndodhin apo zhvilloheshin. Këta dëshmitarë ndërkombëtar ju thanë se ishin në fakt të informuar për ngjarje në terren përmes burimeve diplomatike, shërbimeve të inteligjencës dhe të tjera, si dhe përmes përvojave të tyre personale përfshirë përvojat e tyre me Hashim Thaçin. Ju keni dëgjuar këtë për shembull nga ish asistenti i sekretarit të shtetit James Rubin, i cili ju tha juve se në punë të qershorit 1999 ai konkretisht hetoi pretendimet e bëra në gazetën New York Times në qershorin 1999 lidhur me Thaçin, kontrolloi, verifikoi burimet, informacionet të disponueshme që qeveria e Shteteve të Bashkuara kishte dhe nuk arriti të gjendë ndonjë provë që lidhte zotin Thaçi me krime lufte. Pika e dytë, ish komandanti suprem i NATO-s në Europë, generali Wesley Clark, i cili ju tha juve se ai nuk beson se do të ishte drejt që ti atribuoj sjellja e gabuar të tjerëve Hashim Thaçit, dhe se ai e di se nuk ka prova dhe ai nuk ka asnjë ditë, asnjë provë që ai personalisht ka kryer ndonjë akt të dhunshëm apo që ka punuar ndonjëherë apo bashkëpunuar me persona të tjerë për të kryer akte të dhunshme të tilla. Zëvendësi i parë i përfaqësuesit të veçantë të Kombeve të Bashkuara, të sekretarit gjeneral të Kombeve të Bashkuara, zoti Jack Covey, i cili ishte edhe ai në terren dhe ju tha juve, bazuar në vëzhgimet që ai ka bërë personalisht si në vijim, zoti Thaçi nuk ishte në pozitë qoftë që të organizonte dhunë ndëretnike, e cila përfshiu vendin në verën gjatë verës së vitit 1990, apo që ta ndaloj atë në mënyrë të rëndësishme, dhe se ai kishte parë, vëzhguar dhe di në format e tjera se zoti Thaçi në raste të shumta duke rrezikuar në shkallë të madhe në mënyrë të qartë dhe të drejtë për drejtë të përsëritur denoncoi dhunën dhe bëri thirrje të fuqishme për tolerancë ndëretnike. Ju dëgjuat nga përvoja e diplomatëve të shquar, siç janë Michael Durkee dhe Sean Burns, Christopher Hill, të cilët përshkruan rolin e Thaçit në UÇK si një rol që ngjan me atë të ministrit të punëve të jashtme. Ambasadori Hill ju tha juve, tregoi juve për përvojën e tij të gjerë në marrëdhëniet me udhëheqës ndërkombëtar dhe me personalitetet dhe udhëheqës ndërkombëtar për dekada të tëra në shërbimin diplomatik, dhe kishte krijuar mendimin pikpamjen se zoti Thaçi nuk ishte lloj personi që mund të kryente dhunë kundër të tjerëve. Dëgjuat nga diplomati i shquar britanik John Duncan, i cili ju tha juve se zoti Thaçi nuk ka mundur në mënyrë të pavarur të ndalojë dhunën në verën e vitit 1999, dhe dëgjuat nga profesori respektuar të së drejtës ndërkombëtare Paul Williams, i cili ishte këshilltar i besuar i delegacionit shqiptar në Rambuje dhe i cili ishte dëshmitari i ndërveprimeve të zotit Thaçi nga brenda delegacionit, dhe arriti në përfundim se zoti Thaçi nuk mund të kishte autoritetin brenda UÇK-s për të marrë vendime vetëm. Dëshmitarët e brendshëm të UÇK-s, ZPS-ja përpiqet të hedhë poshtë dëshminë e këtyre të mos marrë parasysh dëshminë e këtyre dëshmitarëve ndërkombëtar, pasi njerëzit të cilët ishin thjesht pa informuar lidhur me zhvillimet e brendshme si persona, duke thënë që janë persona që nuk ishin të informuar për zhvillimet e brendshme dhe funksionimin e brendshëm të UÇK-s, për arsye që do të diskutojmë më vonë në këtë parashtrim. Pretendimi i ZPS-së se dëshmitarët ndërkombëtar nuk ishin të informuar është karakteristike veçantë duke patur parasysh natyren centralizuar të komunikatave të UÇK-s, deklaratat politike, intervistat në media, në çështjen e provat e ZPS-së, se
qëllimi kriminal i përbashkët i pretenduar është komunikuar në nivelet e ulta të UÇK-s përmes këtyre dokumenteve publike.